Partia Demokratike sapo ka mbledhur këshillin e saj kombëtar për të zgjedhur ekipin e ri drejtues që do të asistojë Sali Berishën në drejtimin e partisë. 2 muaj pas rizgjedhjes së tij pagar, pritet që kupola drejtuese të kalojë pa ndryshime të mëdha. Flamur Noka pritet të rikonfirmohet në postin e sekretarit përgjithshëm, ndërsa në krye të grupit parlamentar dhe në postin e nënkryetarit kuvendit pritet të vijojnë Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj. Ndryshime të kufizuara priten te nënkryetarët dhe sekretariatet, ku kandidatë të rinj janë Luciano Boçi, Belind Kolliçi dhe Klevis Balliu. Ndërkohë Vikaso ka se nuk do të rikandidoj pas 12 vitesh në drejtimin e sekretariatit për çështjet ligjore dhe zgjedhore. Kryeministri Edi Rama e nisi ditën sot me pamje nga konferenca e 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE e zhvilluar në Bruksel, ku Shqipëria mbylli 3 kapitujt e parë të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama e cilësoi këtë një ditë të shënuar të Shqipërisë Evropiane, duke uruar qytetarët për këtë arritje. Mbyllja e kapitujve 25, 26 dhe 30 shënon hapin e parë konkret në procesin e negociatave, ndërsa qeveria e paraqet si një tregues të progresit të vendit drejt integrimit në Bashkimin Evropian, pavarësisht se punët e i ka me sybet. Një reagim erdhi sot nga ambasada gjermane për këtë ngjarje, e cila e cilësoi këtë një moment historik duke vlerësuar gatishmërinë e Shqipërisë për të integruar në politikat kryesore të Bashkimit Evropian. Berlini përgëzoi përpjekjet e autoriteteve shqiptare, por kërkoi ruajtjen e ritmit të reformave dhe rezultateve konkrete në kapitujt e mbetur, veçanërisht në fushat themelore të procesit të integrimit. Gjermania konfirmon mbështetjen për perspektivën europiane të Shqipërisë, duke theksuar se përparimi do të varet nga përmbushja e kritereve të vendosura. Pra, pa merit nuk ka Bashkim Evropian dhe është e qartë se propaganda e qeverisë nuk pi më ujë. Ditën e sotme u zbatua amnistia penale, nga e cila përfituan 1335 të dënuar në të gjithë vendin. Amnistia preku personat me vendime të formës së prerë deri më 31 maj 2026, duke liruar burrat e dënuar deri në 3 vite burg dhe gratë deri në 4 vite, si edhe ata që u kanë mbetur për të vuajtur dënime në këto kufi. Përfitues ishin edhe të miturit e personat mbi 60 vjeç për burrat dhe 50 vjeç për gratë, nëse plotësonin kriteret ligjore. Jashtë amnistisë mbeten të dënuarit për krime të rënda, përfshirë vrasje, përdhunime, trafikim, si edhe personat në nënhetim apo gjykim nga SPAK dhe gjykata e posaçme. Institucionet me numrin më të lartë të lirimeve janë Lushnja, Fieri, Reçi, Rogozhina e Korça. Nga ana tjetër, numri më i lartë i personave që nuk përfitojnë nga amnistia rezulton në Reç, Peqin, Fier, Korç, Burrel dhe Durrës. Kreu i SPAK-ut Klodian Braho raportoi sot në kuvend në Komisionin për Nismat Qytetare për punën e vitit 2025, ku deklaroi se krimi zgjedhor mbetet një fenomen shqetësues, por theksoi se SPAK vepron vetëm mbi bazën e provave dhe jo të perceptimeve politike. Duke u përgjigjur akuzave të deputetit demokrat Vikaso se SPAK ka goditur liderët e opozitës gjatë zgjedhjeve dhe jo grupet kriminale që ndikojnë proceset zgjedhore, Braho tha se ky është një perceptim dhe se kushdo që rezultoni përfshirë do të mbajë përgjegjësi pavarësisht krahut politik. Braho foli edhe për hetimet financiare, duke zbuluar se shqiptarët e përfshirë në aktivitet kriminal jashtë vendit po tentojnë të shpërndajnë pasuritë jashtë Shqipërisë. Ai përmendi si shembull një pasuri me vlerë 12.7 milionë euro që po hetohet për çështjen e Dhill Beniam Files dhe pretendimet për ndërhyrje politike. Kreu i SPAK-ut tha se kushdo që ka prova duhet i dorëzojë në prokurori, pasi askush nuk është imun para ligjit, duke ju referuar pyetjes për kryeministrin Edi Rama. Ndërsa për takimin e famshëm në Aruba, Braho garantoi se SPAK nuk mban prova të fshehura në dosje dhe se pas përfundimit të hetimeve do të ketë transparencë për elementet që mund të bëhen publik. Sa i takon pyetjes së deputetëve për çështjet e njohura që përfshin persona si ish-presidenti Ilir Meta apo ish-kryeministri Sali Berisha, kreu i SPAK-ut Klodian Braho tha se për çështje konkrete nuk mund të jap informacione nga hetimet. Duke folur për kërcënimet ndaj personelit të prokurorisë së posaçme, Braho tha se për disa prokuror ka kërkuar siguri shtesë. Sa i takon institucioneve të drejtësisë, në rastin konkret Byros Kombëtare të Hetimit, kreu i SPAK-ut theksoi se kjo e fundit ka nevojë për më shumë hetues dhe sipas tij synohet konsolidimi i byros dhe forcimi i kapaciteteve teknike. Një tjetër informacion të rëndësishëm që deklaroi sot kreu i SPAK-ut ishte fakti se prokuroria e posaçme, së bashku me ndihmën e FBI-së amerikane, po hartojnë hartën e krimit të organizuar në Shqipëri. Kreu i Byros Kombëtare të Hetimit Joni Keta raportoi sot në kuvend, ku deklaroi se kriptovalutat janë kthyer në një sfidë globale për luftën kundër krimit, por BKH tashmë ka rritur kapacitetet për gjurmërimin e aseteve digjitale. Gjatë raportimit në Komisionin për Nismat Ligjore, Keta tha se hetuesit e BKH-s kanë ndjekur trajnime 2 vjeçare për hetimet mbi kriptovalutat, dhe se rezultatet e kësaj pune janë reflektuar në hetime konkrete. Ai theksoi se kontributi i byros nuk kufizohet vetëm në çështjet e SPAK-ut, por shtrihet edhe në bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar. Sipas Ketës, sfida
radhës lidhet me administrimin e kriptoaseteve pas ndryshimeve ligjore, ndërsa BKH ka krijuar struktura të dedikuara për hetimin e aseteve digjitale. Ai gjithashtu nënvizoi bashkëpunimin me Policinë e Shtetit, duke sqaruar se BKH nuk konkurron me policinë, por vepron në koordinim për goditjen e veprimtarisë kriminale. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita zhvilloi sot një takim me drejtuesit vendor të policisë dhe shefat e departamenteve, ku analizua situata e rendit dhe sigurisë në vend dhe u përcaktuan prioritetet për periudhën në vijim. Hita kërkoi angazhim maksimal për parandalimin dhe zbardhjen e ngjarjeve kriminale, reagim të shpejtë ndaj shqetësimeve të qytetarëve dhe rritje të pranisë policore në terren, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Ai kërkoi forcimin e kontrolleve për sigurinë rrugore dhe respektimin e etikës e integritetit brenda Policisë së Shtetit. Në luftën kundër kriminalitetit, kreu i policisë kërkoi intensifikimin e operacioneve kundër kultivimit dhe shpërndarjes së drogës, armbajtjes pa leje, lojrave të fatit palishme dhe krimeve mjedisore. Po ashtu ai kërkoi identifikimin dhe arrestimin e autorëve të zjarreve, duke theksuar mbrojtjen e jetës, pronës dhe mjedisit si prioritet. Gjykata e Apelit la sot në fuqi dënimin me 16 vite burg për Mario Përlleshajin, shpallur fajtor për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani dhe plagosjen e një tjetër të miturin në Tiranë. Vendimi konfirmon dënimin e dhënë nga gjykata e shkallës së parë, e cila e dënoi me 12 vite burg për vrasjen dhe 10 vite për tentativën e vrasjes, duke i bashkuar në një dënim përfundimtar prej 16 vitesh. Ngjarja e rëndë ndodhi më 18 nëntor 2024 pranë shkollës Fanoli në Tiranë pas një konflikti mes dy adoleshentëve që nisi brenda ambienteve të shkollës. Përplasja përfundoi me vrasjen e Martin Canit dhe plagosjen e një 14 vjeçari tjetër. Hetimet zbuluan se ishte përdorur një thik, e cila u gjet më vonë bashkë me provat kriminalistike. Ngjarja shkaktoi reagime të forta publike dhe protesta për sigurinë në shkollat e vendit. Në reagimin e sotëm pas vendimit të apelit, babai Martin Canit u shpreh për mediat se familja nuk është e kënaqur me masën e dënimit, duke theksuar se kishte pritur një vendim më të ashpër ndaj autorit. Gjatë 35 viteve të fundit, Shqipëria ka humbur rreth 1.8 milion banor neto nga emigracioni, pasi janë larguar shumë më tepër persona se sa janë kthyer. Sipas Eurostat, vendi ka pasur bilanc negativ migracioni çdo vit nga 90-ta deri në 2025. Vala më e madhe e largimeve u regjistrua në vitet 90, ndërsa pas një ngadalësimi në periudhën 2002-2013, emigracioni u përshpejtua sërish pas vitit 2014 dhe sidomos pas pandemisë. Sot Shqipëria vazhdon të humbas mesatarisht 28 deri 30.000 banor në vit, duke thelluar tkurrjen e popullsisë, plakjen demografike, mungesën e fuqisë punëtore dhe vështirësitë për skemat sociale. Deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armend Zemaj dhe kryetari i Degës së 2 të LDK-s në Prishtinë Florian Dushi kanë dorëzuar sot nënshkrimet e grumbulluara për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm të partisë. Iniciativa u nis me kërkesën për shkarkimin e Lumir Abdixhikut nga posti i kryetarit të partisë, pasi LDK-ja doli sërish e treta në zgjedhjet e 7 qershorit. Abdixhiku refuzoi kërkesën e disa degëve për dorëheqje pas humbjes. Zemaj deklaroi ditë më parë se për thirrjen e këtij kuvendi janë mbledhur më shumë se 150 nënshkrime. Sekretari i partisë Ilir Ferati një ditë më parë u shpreh se sapo të ketë zyrtarisht një kërkesë të tillë, ajo do të trajtohet me seriozitet. Kuvendi i LDK-s ka 355 delegat, ndërsa mbledhja e tij mund të thirret me 118 nënshkrime. Pas deponimit të këtyre nënshkrimeve sipas statutit të LDK-s, kryesia e partisë është e obliguar që ta thrasë kuvendin brenda 60 ditëve. Abdixhiku i mbijetoi votbesimit më datë 31 janar të këtij viti pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit të vitit kaluar. Nga ato zgjedhje, në zgjedhjet e 7 qershorit, LDK u rrit me 3 deputet. Në zgjedhjet e qershorit, ajo kandidoi me ish-presidenten Vjosa Osmani si prise të listës. Irani përshkallëzon konfliktin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Garda Revolucionare Islamike mori përgjegjësinë për një sulm me raketa balistike ndaj bazës ajrore amerikane Al-Azraq në Jordani, duke pretenduar se ka goditur strehime me avion luftarak F-15, F-16 dhe F-35 dhe dron strategjik. Teherani paralajmëroi përgjigje të tjera ndaj çdo agresioni amerikan, ndërsa akuzoi Jordanin se lejon përdorimin e territorit të saj për operacione kundër Iranit. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi goditje të reja ndaj Iranit, duke deklaruar se do të vazhdoj operacionet ushtarake derisa Teherani të rikthehet në negociata. Trump kërcënoi me sulme ndaj infrastrukturës strategjike iraniane dhe tha se objektivat amerikanë në rajon janë arritur, por paralajmëroi se Irani do të përballet me pasoja të rënda nëse nuk pranon marrëveshjen. Mirëpo, gjatë orëve të fundit, duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë lënë me aq pasi ka nisur një valë të re sulmesh ndaj Iranit. Forcat e armatosura amerikane goditën objektiv iranian si përgjigje ndaj aktiviteteve të forcave iraniane në ngushticën e Hormuzit.
Pas 14 vitesh në drejtimin e Francës, Didier Deschamps i jep fund një epoke të artë. Trajneri francez largohet me një kupë bote të fituar në vitin 2018. Finale të mëdha dhe një rindërtim të plotë të kombëtares, por edhe me pengun se nuk arriti ta kthente këtë brez të jashtëzakonshëm talentesh në një dinasti dominuese. Në drejtimin e tij Franca u mbështet te yje si Mbappé, Griezmann, Pogba dhe Kanté. Por pas triumfit në Rusi erdhën zhgënjime si humbja e finales së Europianit 2016, finales së Botrorit 2022 dhe eliminimi i fundit nga Spanja. Kylian Mbappé pranoi se Franca dështoi taktikisht dhe teknikisht në gjysmëfinale, ndërsa presidenti Emmanuel Macron vlerësoi ekipin dhe besonte ardhmja e brezit të ri. Pas largimit të Deschamps, emri më i përfolur për stolin francez është Zinedine Zidane. Ndërkohë sonte në mbrëmje në orën 21 luhet ndeshja e dytë e fazës së gjysmëfinaleve të kampionatit botror të futbollit 2026. Anglia apo Argentina? Kush do të rrëmbejë finalen për të përballur më 19 korrik me Spanjën?